Po, dëgjuesit dhe shikuesit tuaj nuk kanë pasur nevojë të presin këtë paralajmërim të ambasadës amerikane, sepse nëse do kishin ndjekur serinë e bisedave tona këtu dhe në disa daljet e mia në disa podcaste të tjera, do ta kishin dëgjuar më parë rrezikun që i kanoset Shqipërisë nga kjo që është lufta e tretë botërore praktikisht, dhe është një rrezik I cili mund të mos jetë I dukshëm në pamje të parë, është një rrezik që qëndron pas perdes, por çdo vend I vogël duhet ta mendojë dhe ka filluar ta mendojë vendin e vet në rendin e ri botëror. Pra, ata që komentonin keq në për intervistat e mëparshme tani më kanë harruar të komentojnë kur ju thonim që Shqipëria rrezikohet, ndoshta jo drejt për drejt nga raketat, sepse nuk I harxhon Irani raketat për Shqipërinë, por rrezikohet si pjesë e një strukture të qëndrueshme nën udhëheqjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, e cila do të vendosë mbi rendin e ri. Pra, kjo përplasje botërore midis Shtetet Bashkuara dhe një grupi jo vetëm Irani, po mbrapa Iranit qëndron edhe mbështetja e Kinës dhe e Rusisë, është një përplasje për rendin e ri botëror, për mënyrën se si do të vendosen fuqitë e mëdha dhe paralelisht ata që janë aleatët e tyre, fuqitë e mesme dhe vendet e vogla të cilat do t'i duhet të ndjekin rendin e ri botëror. Pra Shqipëria nuk kishte se si të ishte e përjashtuar, përkundrazi duke qenë në qendër të një rajoni jashtëzakonisht shumë strategjik për sigurinë e Evropës, Shqipëria është një vend ku po përballen haptas ose jo haptas shumë forca, shumë fuqi botërore. Shqipëria është një vend I cili ka një shtet që nuk di t'i përgjigjet ose nuk do t'i përgjigjet këtyre kërcënimeve. Shqipëria sot është një vend I hapur, është një han I hapur pa porta, ku lufta bëhet edhe hapur edhe nën dhe nga shërbimet të gjitha botës, ku I vetmi grup që është I papërfaqësuar, që nuk ka një qeveri që ose nuk ka një përfaqësim në këtë përballje botërore, janë shqiptarët. Shqiptarët nuk I përfaqëson kurrë, shteti shqiptar vazhdon të cilët në mënyrën më anti-shqiptare të mundshme, fatkeqësisht, mirisht, dhe ajo letra e paradokoshme e kryeministrit Rama bashkë me si vllajën e tij në Serbi, Vučić, duket se është përdita më shumë, po vërtetohet ajo që patëm thënë bashkë në këtë podcast, që është pjesë e një tradhtie kombëtare që I vendos shqiptarët në një pozicion jashtëzakonisht shumë të pafavorshëm. Në këtë pikë dua edhe të theksoj, duke mbetur te ky argument, si është të lutem vetëm mbarojeni, pjesa e një debati mirëfilli gjeostrategjik në Shqipëri. Në Shqipëri flitet për gjithçka, por jo për këto çështje, është treguesi më I madh I anti-shqiptarisë së Parisë së Tiranës. Duke mbetur pikërisht te ky argument I juaj, si është e mundur që në Shqipëri nuk është mbledhur Këshilli I Sigurisë Kombëtare, kryeministri Edi Rama nuk ka marrë asnjë mas në këtë drejtim menjëherë pas paralajmërimit të ambasadës amerikane dhe ndërkohë u kërkua edhe nga opozita në kuvend një gjë e tillë dhe nga ana e mazhorancës u tejkalua si diçka që nuk duhet marrë seriozisht. Në këtë rast çfarë bën shteti shqiptar përballë këtij paralajmërimi kaq serioz? Po shikoni, në këtë pikë mungesa e shtetarisë dhe mungesa e seriozitetit në trajtimin e çështjeve kombëtare dhe çështjeve shtetërore, fatkeqësisht nuk është vetëm ekskluzivitet I qeverisë aktuale. Sigurisht siç e përmenda më parë, qeveria aktuale nuk ka bërë asgjë për të përgatitur shqiptarët, përkundrazi kryeministri aktual e ka minimizuar çështjen e të ngritur nga ambasada amerikane. Mirë po kjo është një rrjedh që vjen nga e kaluara e të gjithë tranzicionit shqiptar. Ne kemi një pari të Tiranës e cila ka vendosur në qendër të raison d'être, thuhet frëngjisht, ose aftësisë së saj për të ekzistuar, faktin që siguria e Shqipërisë lidhet me integrimin, një rrenë e madhe, një gjepur e madhe, të cilën ata vazhdojnë sot ta mbrojnë deri diku, a thua se integrimi në NATO na bën që të mos kemi nevojë për ushtri. Ne kemi një pari e cila ka shkatruar ushtrinë shqiptare, edhe atë që ishte,
Sigurisht që ata justifikohen duke thënë që ishte e shkatruar dhe nuk i vlente gjë askujt, por askush tjetër nuk ka ndërmarrë këtë eksperiment të frikshëm me shoqërinë dhe me shtetin siç ka ndërmarrë Paria e Tiranës, ka shkatruar çdo lloj industrializimi të vendit, ka shkatruar çdo lloj mbështetje në prodhimin e brendshëm. Pra Shqipëria është sot përveç se një vend pa ushtri, e cila sigurinë e vetme që e ka si pjesë e një aleance NATO, e cila mund të ndryshojë nesër. Sipas asaj që përçoi presidenti Trump në daljet e tij të fundit dhe në fjalimin e fundit, NATO është një aleancë e cila në rastin më të mirë për ne është duke ndryshuar. Në rastin më të keq do të shpërbëhet dhe do të riformatohet në një mënyrë tjetër. Gjëra të cilat janë duke u diskutuar, ka kohë që diskutohen në ambiente të ngushta, po diskutohen për ditë më shumë në mjedise publike. Riformatimi i aleancave ose ndryshimi i aleancës nga NATO në një aleancë të re për rendin e ri botror. Ne kemi një Pari të Tiranës e cila ekonominë tonë ka tërësisht të varur nga kundërshtarët tanë. Ne as buk nuk prodhojmë dot vetë, e marrim nga Serbia. Siguria jonë ekonomike varet dhe financiare varet tërësisht nga bankat dytësore, të cilat kontrollohen o nga Greqia o nga të tretë që janë armiq të agjendës shqiptare. Pra, po ta shohim nga pikpamja gjeostrategjike, ne kemi një Pari e cila e ka udhëhequr vendin drejt grykës së Humnerës dhe sot tallet me rrezikun që i kanoset shqiptarëve, sepse në fundit e vetmja gjë që intereson është pushteti i saj dhe atë e ka të konsoliduar mjaft mirë. Për t'ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj, Shqipëria sigurisht që rrezikohet. Ky konflikt është një konflikt në rritje dhe jo në ulje. Nëse i referohemi fjalimit fundit të presidentit Trump, ju referua luftës me Iranin në krahasimisht me luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore. Çdo kush që ka vesh e dëgjoi me shumë kujdes këtë dhe mori mesazhin e duhur. Ama në Shqipëri, përtej 2 ose 3 analistëve, përtej ndonjërit që është zgjuar tani më, kur ishte ministri i jashtëm fliste ndryshe, po tani më del dhe flet si kofini pas të vjelave për rrezikun që na kanoset e të tjera, përtej këtyre diskutimeve që janë serioze, në mjedisin publik shqiptar diskutohet çdo lloj gjëje, diskutohet tallava gjeopolitika, por asnjë ide reale, asnjë ide mbi atë çka po ndodh. Dhe kjo është për të ardhur keq, dhe faj për këtë nuk e kanë shqiptarët, nuk e ka ignoranca shqiptarëve, po e ka thelbësisht dhe krejtësisht Paria e Tiranës që po na udhëheq drejt Kremlinës. Në këtë rast, sa i përket sulmeve të mundshme, pra lëvizjeve apo goditjeve subversive, siç mund cilësohen apo akteve të tjera të rënda që mund të ndodhin të grupeve iraniane në Shqipëri, kush e mbron në këtë rast Shqipërinë? E mbron NATO apo qeveria shqiptare? Po, shikoni, çdo vend që e ka të varur sigurinë e vet nga të huajt, është një vend që shumë shpejt mund të mos ekzistojë më. Sepse siç e din ata që duan të mendojnë, që ende vazhdojnë të mendojnë dhe nuk e kanë hedhur tutje aftësinë e të menduarit, askush nuk vjen në ndihmë thjesht për shkak të një aleance. Aleancat bazohen zakonisht në interesa të ndërsjella dhe nëse çmimi i aleancës bëhet më i lartë se sa veprimi në favor të aleatit, atëherë çdo aleat të braktis pa asnjë lloj problemi, sepse varet nga çmimi. Pra, Paria e Tiranës e ka vendosur Shqipërinë në një pozicion ku ne jemi thjesht mallkëmbimi. Ne nuk i interesojmë më askujt, përveç se i interesojmë një fuqi të madhe si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën nuk ka rrjet social dhe nuk ka pseudo filozof të rrjeteve sociale që nuk del pa e sharë dhe pa i treguar të gjithë dobësitë e veta dhe ku i ka defektet perandoria e madhe amerikane, ndërkohë që ekzistenca e shqiptarëve i detyrohet, ekzistenca jonë si shtet sot i detyrohet tërësisht mbështetjes amerikane. Pa mbështetjen amerikane, Greqia pa asnjë lloj problemi, dhe të ndonjë shteti tjetër, si Turqia apo Gjermania, Greqia do të ishte pa asnjë lloj problemi brenda ditës në shkumbin. Sepse nuk ka asnjë kazermë të ushtrisë shqiptare nga Gjirokastra në shkumbin. Serbia nuk do ta kishte fare problem që të bombardonte veriun e Shqipërisë dhe të hynte Kosovës nga mbrapa, por
ekzistenca e forcave amerikane dhe NATO-s në Kosovë e pengon diçka të tillë dhe sigurisht që qeveria kosovare e ka më të lartë nivelin e përgjegjshmërisë se sa qeveria e Tiranës dhe ka bërë përgatitje dhe po vazhdon bën përgatitje më të mëdha se sa qeveria e Tiranës. Por ajo që duhet na mbetet në mend është që të kalojmë përtej rasteve të ditës. Ta shohim situatën përtej asaj që na servir media e Paris dhe përtej atyre provokatorëve në komentet e këtyre podcasteve tuaja. Situata është e rëndë, Shqipëria është në një situatë që po rëndohet për dite më tepër, vetëm të mendojmë që nga rritja e çmimit naftës do të na rritet çmimet e atyre që importojmë, ushqimeve që importojmë dhe rritet çmimi që i duhet më të varfërve për të mbijetuar. Nuk flasim këtu për oligarkët. E çfarë bën qeveria jonë sot? Çfarë bën opozita jonë sot? Që të mos lëm jashtë edhe opozitën. Opozita jonë sot zihet për, më falni për shprehjen, të mbathurat e një deputeteje, cilën e pas kanë çar nga nderi. Dhe ajo e ka shumë problem deri, në fakt. E ka pasur gjithmonë problem. Pra, opozita merret, rrihet me grushta për nderin dhe të mbathurat, ngjyrën e të mbathurave të një deputeteje, me një horr tjetër i cili ja përmend nga shumica që ja përmend të mbathurat zonjës deputete dhe nuk merret me asnjë nga çështjet kryesore, nuk merret me çështjen e sigurisë ushqimore, nuk merret me çështjen e çmimeve që do të rriten në muajt në vazhdim, në javët në vazhdim, sepse ka shkuar nafta, po shkon 130 ose 140, do të shkojnë 200 nëse vazhdon ky konflikt edhe një muaj. Si do të mbijetojnë shqiptarët me naftë që vjen nga Serbia? Po nuk foli kush nga mediat shqiptare për deklaratën e Rusisë që erdhi edhe nga presidenti Putin, po edhe nga i dërguari i tij për paqe, që tha ne me Evropën nuk merremi më me eksport gazi dhe nafte. Nga do ta marrë naftën Shqipëria? Nga do ta marrë gazin Shqipëria? Si do të përmbush interesat e veta? Askush nuk flet për këtë. Flasim për kush u vu ministër, kush u hoq nga ministër, çfarë apartamentesh ka njëri apo tjetri, dhe kjo është mbuloja propagandistike, është vënia në gjumë e njerëzve me probleme të sajuara, me probleme kot së koti. Në fakt, në vend që të flasim për atë çka na garanton Paria e Tiranës sot, e cila është asgjë. Paria e Tiranës sot garanton vetëm sigurinë e vet, nuk garanton siguri shqiptarëve.